mesditë. Ndërka që nga këtu do të kalojmë në një tjetër diskutim, por do të ndryshojmë komplet qasje rrjedhë, sepse sonte do të nisë spektakli më i madh muzikor në Evropë, Eurovisioni, në skenën e Eurovisionit. Sonte do të mbahet gjysmëfinalja e parë, ku shtetet garuese do të tentojnë që të sigurojnë vendin në finalen e madhe, me performanca spektakulare, skenografi madhështore dhe emocione të forta. Miliona shikues nga e gjithë bota do të ndjekin nga afër këtë natë të shumëpritur të muzikës dhe showbizit evropian. Edhe si vjetë, Eurovisioni pritet të sjellë konkurrencë të fortë, surpriza dhe shumë diskutime rreth favoritëve të këtij edicioni. Shqipëria përfaqësohet me artistin Shkodran Alis. Detajet i mësojmë në këtë pjesë të tretë të mesditës për ditën e sotme, ku në studio kemi Albert Limani nga Eurovision Kosova, po ashtu gazetar. Albert, mirë se erdhe në studio. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Albert, a kemi edhe si vjet atë entuziazmin që e kishim vitin e kaluar me Shkodrën elektronike? Po entuziazmi... Apo hallet dhe dertë tona kanë kaluar në politikë dhe sikur është vendosur vëmendja pak? Po entuziazmi të shqiptarët nuk mungon kur na kena një kompeticion, qoftë muzikor, qoftë sportiv, çfarë do qoftë ai. Edhe këtë vit kena një entuziazëm, por në krahasim me vitin e kaluar më duket që është më jolet, për shkak se dim bujen që bëri vitin e kaluar Shkodra elektronike. Pavarësisht kësaj, Eurovisioni sot feston, pra sot nis 70 vjetorin e tij, edhe pse është një vit jubilej, është duke u përballur me krizën më të madhe në historinë e tij. Për shkak se siç e keni pa, këtë vit janë vetëm 35 shtete që po marrin pjesë. Pra, duhet të ishte një prej edicioneve ndoshta më të mëdha, por është një prej edicioneve me krizën më të madhe me të cilën është duke u përballur kjo. Se kjo, Albert. Për shkak të gjitha zhvillimeve që i kemi parë në spektrin ndërkombëtar, luftrat të ndryshme, mos pjesëmarrje, më pas paknatësit, atërmbetjet mes shteteve konkurrente, ku qëndron tër problemin, sepse realisht sa herë që diskutohet për Eurovisionin, më pas ka tepër debat në opinionin publik. Sigurisht që geopolitika ka ndikuar edhe tek Eurovisioni. Kriza e Eurovisionit këtë vit është për shkak të Izraelit, pra siç e dimë, disa muaj më parë 5 shtete evropiane janë larguar duke kërkuar përjashtimin e Izraelit për shkak të luftës në Gaza. EU-ja vendosi që Izraelin të mos e përjashtoj, dhe ato 5 shtete pastaj u larguan. Një prej tyre është Spanja, e cila ka kundërshtuar tash e disa vjet ka kërkuar largimin e Izraelit për shkak se duke u thirrur në atë që mos të përdoren standardet e dy feshta. Ne e mbajmë mend që në vitin 2021 Rusia dhe Bielorusia janë larguar për shkak të luftës në Ukrainë dhe disa shtete evropiane kanë dashur që këto standarde të aplikohen edhe tek Izraeli, por me qenë se EU-ja ka vendosur ndryshe, 5 shtete janë larguar, shumë të tjera të cilat janë larguar për arsye financiare dhe arsye të brendshme, por këto 5 shtete që janë larguar pa disa muajsh, janë larguar vetë ende. Një ditë jeshile. Sepse do ndalim të diskutojmë edhe më gjatë për këngën, sa larg do t'jetë dita kur Kosova do të ketë një përfaqësues të saj në llogon e shtetit të Kosovës? Ta them të drejtë, nuk e di me thonë se sa larg do jetë, unë e di që shumë pak është duke u bën në këtë drejtim, edhe pse shteti nuk po punon shumë ndoshta vetë, nuk po na mbështet ne që jemi duke bërë një punë, ta themi, goxha solide tash e disa vjet për të afruar Kosovën me Eurovisionin. Këtë vit unë kam kërkuar mbështetje prej 2 ministrive të cilat janë përgjegjëse pak a shumë për këtë diplomacinë kulturore, Ministria e Jashtme dhe Ministria e Kulturës, por të njëjtat nuk kanë kthyer as përgjigje. Pra, kjo tregon pak a shumë seriozitetin që na e kena për me qenë pjesë e Eurovisionit. Unë e di që është një kosht që duhet jemi në Këshillin e Evropës, por nëse kujtojmë 10 vite më parë Australia është ftuar në Eurovision në 60 vjetorin e Eurovisionit dhe këtë vit Kosova do duhej të ishte të paktën e ftuar, jo në garë, por ta kishim edhe ne një lloj përfaqësimi atje. Por a u punu në këtë drejtim, sepse Kosova e ka një problem politik dhe politika duhet të angazhohet më tepër në këtë drejtim, unë nuk e di, por e di që ne jemi duke bërë tash disa vjet punën tonë me aq mundësi sa kemi, nesër do të udhtojmë për në Vjenë dhe me gjitha mundësi do të mundohemi që Kosova ta ketë një lloj prezencë atje. E qartë. Albert, flasim pak për këngën, sepse u komentua shumë teksti. Kam parë shumë edhe të huaj që kanë komentuar një tekst kaq të ndjerë dhe mënyrën se si edhe artisti interpreton.
edhe këtë herë ju besua shkodranëve. Si beson se do të performoj realisht dhe do të ketë, çfarë rezultati do të ketë Shqipëria? E përmenda në fillim që këtë vit ka shumë pak shtete dhe sa i përket cilësisë është një prej Eurovisione më dobta për mendimin tim, nuk ka këngë se cilat ndoshta sikur në vitet e kaluar, është një Eurovision i dobët me një pjesëmarrje të ulët. Shqipëria është prit mirë për çudi, për shkak se ndikuar to zhvillimet gjeopolitike, po themi, tek kjo organizim ose edhe përfaqësimi i dobët i shteteve, apo çfarë beson se ka ndikuar? Po nuk e di se çfarë tek gjeopolitika e përmenda, pra është largimi i disa shteteve që gjeopolitika pak a shumë zhvillimet politike kanë ndikuar drejt për drejt Eurovisioni. Unë në 2 vitet e fundit kam parë një tension jashtëzakonisht madh atje në Eurovision kur isha prezent, gjitha për shkak të Izraelit, pra ka një lloj sigurie shumë të rreptë gjithçka për shkak të Izraelit, sepse as publiku nuk e do, ne i kemi parë edhe brohërimat që janë bërë tek Izraeli. Sa i përket këngës Shqipërisë, është mirë që po pritet. Ne e dim që tema me të cilën ka shkuar Shqipëria është tema e migrimit dhe për evropianët nuk është diçka ndoshta e kuptueshme, po për shtetet e Ballkanit besoj që është. Edhe pse Alice do të këndoj shqip, pra siç po e shohim, ai ka zgjedhur që këngat e jetë të titruar në gjuhën angleze në mënyrë që mesazhi të përqohet. Është mirë Albert që e ka lënë në gjuhën shqipe. Po, e kemi diskutuar gjithmonë këto se gjuha shqipe atje gjithmonë kërkohet që këngat e në gjuhën shqipe dhe kemi parë statistikat që Shqipëria sa herë ka shkuar në gjuhën angleze, pothuajse në shumicën e rasteve nuk ka kaluar në finale, ndërsa në gjuhën shqipe me sa i di unë vetëm një herë apo 2 nuk është kualifikuar në finale. Pritshmëritë edhe këtë vit janë të mira, pra Alisi sipas basteve llogaritet e jetë një prej finalistëve të natës së dytë, pra është në bastë është në numrin 8, pra në mesin e 10 shteteve, dhe besoj që finalja është pothuajse e sigurt, sepse përmenda që për një me këtë vit ka një cilësi goxha të dobët të pjesëmarrjeve dhe të cilësisë së këngëve në përgjithësi. Ku mund të renditet Shqipëria gjatë këtij viti? Kujtojmë që vitin e kaluar me shkodrën elektronike nuk ishte keq, ishte e 5-ta nëse nuk e 8-ta, po. Ku mendon se do të jetë? Unë mund më siguru që finalen do ta kemi. Që nuk besoj që a mjaftohemi ne me kaq? Mendoj që për një shtet si Shqipëria, e cila nuk është se investon shumë, nuk është që merret shumë me Eurovisionin, besoj që finalja është goxha arritje. Por nuk besoj që do ta ketë rezultatin sikur e kishte shkodra elektronike, sepse ne pam vitin e kaluar çfarë entuziazmi dhe pritshmëri kishte për shkodrën, por mendoj që ato 11-12 do të jetë në finale pastaj. Që ta bëjmë të qartë edhe për shikuesit, më përmirëson nëse jam gabim, Alice do të performojë në natën e dytë e 13-ta me radhë. Të njëjtën në natën e dytë, domethënë gjithë shqiptarët që janë në diasporë është shumë e rëndësishme që ta mbështesin në mënyrë që të kalojnë finale, sepse pavarësisht parashikimeve Eurovisioni mund të na befasoj për të keq, kështu që mbështetja përmes votës është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, sidomos shqiptarët që jetojnë në Zvicër, Danimark dhe Norvegji, për shkak se Alisi këndon në të njëjtën natë me ato këngë, pra me ato shtete, se vetëm ato shtete të cilat garojnë në natën e dytë kanë të drejtë votimi. Kështu që edhe prej Kosovës. Pra kjo që nga një përparësi. Po, edhe prej Kosovës mund të votohet përmes mundësisë online, por që vota e me SMS sigurisht ka peshë shumë më të madhe se sa vota e një shteti i cili nuk është pjesëmarrës. Skenografia duket jetë interesante, këtu po shohim sekuenca shumë të vogla, nuk është se po duket mjaftuar mirë, po në imazhet që i pam në rrjetet sociale duket një ekran gjigant, figura e një zonje të moshuar, si mendon se do të ndikojë, sepse realisht përveç tekstit, përveç akustikës dhe gjithçka tjetër, ka një peshë të veçantë, edhe skenografia, mënyra se si paraqitemi dhe. Po sigurisht që në Eurovision shumë ka rëndësi skenografia. Vjena këtë vit ka investuar shumë në skenë, është një prej skenave më të mëdha, ka një ekran LED 200 metra dikon, që ju jep mundësi këngëtarëve që të kenë performanca të ndryshme. Alice duket se ka përdorur mirë, ne kemi parë disa krah të shqiponjes nga fotografitë që do të dalin. Kjo është vetëm një pjesë 30 sekondëshe e provave, ndërsa sot Alice do të këndoj për jurin. Në fakt nesër do të këndoj, sot është gjysmë finalja e parë. Mendoj që këtë vit Alice ka marrë një kompani shumë të njohur, Black School, me sa e diun, thirret kompania e cila do të kujdeset për gjithë paraqitjen skenike të Alice-it. Ne do të shohim edhe nëna edhe djemë të ri të cilët
do të paraqiten në skenë gjatë këndimit të këngës, duke i përshtatur gjithmonë. Do t'jetë me koreografi, pra, do t'jetë më... Jo, nuk do të ketë koreografi, vetëm në LED do të shojnë. Në LED. E cila do t'ju përshtaten pak a shumë tekstit dhe mesazhit të këngës. Dhe ndoshta do ta bëjnë edhe më emocionale dhe do t'jetë ndoshta më interesante që të ndjehet edhe nga ata që janë në studio, po edhe nga ata sigurisht që e shohin prej ekranit. Po, është e rëndësishme që njerëzit të cilët e shohin sot ose nesër Eurovisionin ta kuptojnë shumë mirë mesazhin, sepse ata që shikojnë çdo ditë ose merren më shumë Eurovisionin e dinë pak a shumë mesazhin, por shumica e njerëzve që votojnë e shikojnë vetëm atë natë dhe është shumë e rëndësishme që mesazhi të përqohet sa më mirë dhe sa më drejt në mënyrë që të marrë vota sa më shumë. E qartë. Dhe të flasim pak, Albert, edhe për çështjen se Shqipëria ndër vite ka dërguar zëra shumë të mirë në Eurovision, megjithatë deri diku edhe politika mes shteteve ka bërë të veten që asnjëherë nuk ka arritur që të prekë së paku vendin e tretë. Jo, nuk mendoj që ka ndiku politika, absolut. Sepse e dim se si votojnë. Si një person që shikon Eurovisionin, unë e di shumë mirë perceptimin e njerëzve sa i përket Eurovisionit, po politika nuk besoj që ndikon. Ato ndikojnë shumë faktorë të tjerë, ndoshta që nuk lidhen direkt me politiken. Sigurisht që Shqipëria ka dërguar zëra të mirë, por nuk mjafton kjo. Shqipëria ka qaluar gjithmonë në përfaqësimin skenik, pra në skenografi, nuk investon shumë, nuk ndon buxhet shumë, dhe sigurisht pastaj edhe një këngë sa do e mirë që është, kur nuk paraqitet mirë skenikisht, nuk është që pritet të ketë sukses. Thua që ka ndikuar vetëm kjo, sepse kur i kemi parë votimet, zakonisht shtetet që janë mike mes vete kanë japur piket maksimale. Po, nëse ne pranohemi në Eurovision një ditë, mendon që ne nuk do t'ja japim 12 pikë Shqipërisë? Po pikërisht për këtë po them. Po kjo nuk është politik, ne jemi shqiptare, votojmë një këngë shqiptare, sepse na lidh emocioni, na lidh çdo gjë. Edhe shtetet fqinje të cilat janë afër njëra tjetrës janë më të lidhura. Mirë, pra i bie që ka interesat të tjera përtej këngës, përtej asaj që po dëgjojmë për momentin. Kalkulohen gjëra të tjera pastaj. Po, kalkulohen gjëra të tjera, atje bëhet një lobim shumë i madh mes delegacioneve, dikush i thotë votom ti mund, votoj ty, pra Shqipëria këtu nuk e di se sa bën në këtë drejtim, por lobimi atje mes delegacioneve është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, sepse 50% e votimit e dim që është juria e televizionit, kështu që do të bëjnë më shumë në këtë drejtim, por sa i përket politikë, unë gjithmonë mendoj që nuk qëndron kjo, është më shumë një arsye tim që Shqipëria e përdor ndonjëherë për dështim se sa që është e drejtë. Megjithatë edhe vota e publikut është shumë e rëndësishme. Po, 50%. Dhe dim se Shqipëria ndër vite gëzon përkraje shumë të madhe të publikut, mirë po kur vije puna tek votat, është e mangët disi. Ne e pam vitin e kaluar, për shembull që fal publikut Shkodra Elektronike u ngrit shumë lart sepse juria nuk e kishte vlerësuar. Për cilat ishin arsyet nuk e kupton askush. A ishte lobimi i mangët apo çfarë ndodhi nuk e dim, por sigurisht që publiku është shumë i rëndësishëm. Ne kemi parë që prej kohës kur Eurovisioni ka lansuar këtë votimin online, ne kemi parë që Shqipëria merr votat pothuajse maksimale nga ky votim, edhe krejt fal Kosovës, sepse Kosova voton, e ka mundësinë të votojë aty. Dhe kemi parë që Shqipëria herë dele dyta, herë treta në votimin që quhet Rest of the World, nga e gjithë bota, dhe mendoj që diaspora po ashtu lun një rol shumë të rëndësishëm, dhe besoj që edhe të ajtën do ta mbështesin në mënyrë që ketë sa më shumë. Po, cili ka qenë reagimi publikut, audiencës tuaj për këngën? Sepse realisht Shkodra Elektronike, vitin që lan pas, ishte pëlqyer tejmose. Kudo që kemi hyrë nëpër rrjetet sociale, kemi pa influencer të ndryshëm, njerëz të thjeshtë cilët performonin këngën, disa prej lëvizjeve skenike, duke disi pak më ndryshe përshtypja me këngën e... Po ndoshta edhe për shkak të zhanrit, atëherë ishte një zhanr krejt tjetër, Shkodra Elektronike, njerëzit argëtojshin kur e ngajshin, kjo është një baladë, sigurisht që nuk është pritshmëria sa kishte Shkodra Elektronike, por pavarësisht kësaj Shqipëria gjithmonë vlerësohet për zërat e mirë, pa që shqetësekom edhe në fillim, edhe për këtë këngë pra ka pritshmëri, ka njerëz të cilët e kritikojnë, por shumica nga ata që kam pa është që e vlerësojnë edhe si artist, për shkak se Alisi në prova ka treguar që ka një potencial shumë të madh të vokal dhe besoj që bashkë me skenografin do t'i bëj edhe më shumë njerëzit për vete në mënyrë që të ketë sa më ta çojë Shqipërinë sa më lart. Pra edhe mediat e huaja e parë që edhe BBC edhe të tjerat e kanë vlerësuar mirë këngën, por sigurisht që është vota ajo që vendos në fund. Po. Dhe për te Shqipërisë, cilat shtete po beson se do të performojnë më mirë këtë herë? Kush janë favoritët? Se janë më dalluar. Po. Ka shtete që investojnë miliona euro, domethënë
këtë vit unë mendoj, e them kështu do shta me sigurit plot që vitin tjetër Eurovisioni do të matë në Finland, për shkak se Finlanda është sipas parashikimeve, po sipas meje pritet të fitoj dhe e ka ndoshta atë këngën e cila e bën gjithë diferencën prej të tjerave, është Greqia po ashtu Danimarka, por edhe Australia ka gjasa që të fitoj, po sipas meje fiton Finlanda dhe vitin e ardhshëm do të jemi në Helsinki në Eurovision, pra sepse ka një këngë jashtëzakonisht shumë të mirë dhe një paraqitje skenike që besoj do të pajtohen të gjithë ata kur ta shohin në skenë. Pra Finlanda që nga favoritja e këtij viti. Betet për të parë Valentina, sepse realisht shpesh Eurovisioni na befason. Na befasojnë edhe gjitha pritshmëritë që kemi. Albert, nuk e di nëse lam diçka pa prek në këtë diskutim, megjithatë do të kemi shumë për të diskutuar pas performancës që do të jetë në datën 14, po, sepse sot nis pastaj nesër do shpo. Në të finale, pastaj po pushim dhe... Që krejt në fund është që ta votojmë Alisin në mënyrë që mos, sepse ne e dim shumë mirë si kritikohen këngëtarët kur nuk arrin në finale, po mbështetja është shumë e rëndësishme, ta mbështesim, sepse kjo varet shumë nëse ai do të kalojnë finale ose jo. E qartë, një thirrje mjaft e mirë kjo për gjithë ata të cilët kanë mundësi të votojnë, nga Kosova u tha se mund të votohet online, megjithatë, ju që po na shihni nga diaspora, vota juaj llogaritet shumë. Albert, të falenderojmë shumë që ishe sot në studion e Mesditës. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë. Faleminderit shumë edhe një herë. Ndërka që kështu, Valentina... Detajet për Eurovisionin, sonte do të nisë pra është gjysmë finalja e parë, megjithatë Shqipëria performon nesër e 13 me radhë. Urojmë shumë që së paku të jetë në finale Alice me këngën e tij. Pse jo, ndoshta të jetë në 500 apo në 10-shën. Sepse potenciali, si që thamë edhe më herët, gjithmonë ka ekzistuar, megjithatë gjitha këto mbetet për të parë, ne do të jemi këtu për t'i komentuar edhe edicioneve të tjera të Mesditës, për sot kjo ishte tëra, bashkë jemi sërish nesër. Patjetër, shihemi nesër me të tjera zhvillime. Mirëmbëjtje.